Mirë që atë ritakohemi në transmitim të drejt për drejt në rrjetin tokësor digital dhe satelitor të televizionit shqiptar, njëkohësisht edhe në kanalin e parë të Radio Tiranës. I kemi prezantuar tema, siç bëjmë çdo mëngjes që në nisje të programit, do të flasim menjëherë për atë rastin aq të veçantë Gjasulo, ku megjithëse të dëmtojnë makinën, ta përplasin makinën pa dashje. Të betojmë e zi po presë. Normal, edhe unë. Po, të kuptoj më shumë, sepse është një rast vërtet, do të thosha gati unikë, nuk ndodh shpesh në Tiranë apo dhe në rrethet tjera që të përplasin makinën dhe kur ti si atje të të lënë numrin e telefonit në mënyrë që ti të mund të kontaktosh për të kryer të gjithë procedurat e dëmshpërblimit. Flasim për Tiranën, se në për rrethë ta godasit dhe e vjedhit. Kuptoti, flasim për Tiranën. Se di, nuk i di statistika, s'flas dot, por di që sjelljet të këtilla qytetarie janë për të marrë shembull sepse janë vërtet të pakta. Për të kuptuar më shumë, unë kam të ftuar në studio studentin Arber Ajdarit, të cilit pra e ka ndodhur kjo ngjarje. Mirëmëngjes Arber. Mirëmëngjes. Mirë se vjen, ti studion. Mirëmëngjes mor Arber. Mirëmëngjesi. Po na fol pak mor Arber, na fol pak. Po, edhe mëngjes tani. Ju kam përplasur 2 herë makina. Jo, faktikisht ma kam përplasur 18 herë. Kjo ishte e 19-a. E 19-a. E 19-a e vërteta tha Gjasulo në fillim programit të prezantuar. 18 herë ta kanë përplasur dhe janë larguar. Pra flasim gjithmonë kur ti e ke patur të parkuar diku. Po. Ndërsa në këtë rast ti shkon tek makina jote, që është një foristrat gjithsesi e kushtueshme, ëh? Po, unë në fillim faktikisht pash makinën. Pra dëmtimin, pjesën pash dëmtimin e makinës. Dhe u bëre keq, u bëre zëherë. Dhe u bëra pesimist, se mendova që në Shqipëri nuk do bëhemi kurrë. Por pash direkt letrën dhe mendova, thash, do një job. Në letër shkruar që të kam goditur makinën dhe ky është numri im i telefonit për të dëmshpërblyer. Më pas më erdhi aq mirë nga xhesti. Ti e morë më njëherë? Jo. E kam marrë në telefon pas 2 ditësh. Ja të ke shohim letrën, e kemi edhe në ekran. Të kam goditur tek parakolpi dhe tek targa. Këtu është numri im i celularit, më poshtë pra është dhe numri. E ke marrë pas 2 ditësh? E mora pas 2 ditësh, thjesht për ta falendëruar për xhestin. Me sa mora vesh është një femër, është një besimtare muslimane, e cila kishte dalë nga xhamia, ishte me shumë vonesë, kishte goditur makinën dhe ishte dashur të largohej. E mora në shenjë falënderimi, ajo insistonte të thoshte që jo, dua ta dëmshpërblej makinën sepse është dëmi që të kam bërë unë. Por xhesti ishte vërtet i veçantë dhe ishte shumë i rrallë, domethënë një në 18 raste. Por të paktën ka shenja që në Shqipëri ka akoma njerëz të ndërgjegjshëm që marrëdhënien nuk e kanë vetëm me veten, e kanë me Zotin ose me ndërgjegjen e tyre. E qartë, pra në një kuptim ti duke qenë edhe vetë një besimtar musliman, apo jo? Po. Edhe shkon shpesh në xhami para Po, më pëlqen të predikoj fen. Beson fort që besimi në Zot sjell edhe një shembull të mirë qytetarie dhe të marrëdhënies që kemi me njëri tjetrin. Padyshim që po. Besoj që Besoj që njerëzit që besojnë në Zot, lidhjen e parë bëjnë me Zotin dhe pastaj lidhet e tjera me njerëzit. Pra si thua, më pas më pa njeri, gjithsesi më ka para i lartë kur themi ne dhe ati nuk i shpangesh dot. Frike le ta quajmë në një kuptim, kështu që sillesh korrekt me çdo që të rrethon. Padyshim. E ke takuar vajzën jo? Jo, nuk e kam takuar. Thjesht e mora një herë në telefon dhe falenderova për gestin që kishte bërë. Dhe nuk e kam marrë në mend telefon apo sepse nuk më intereson vajza kush është. Jo, më intereson thjesht xhesti që bëri. Pasi bëri këtë xhest unë mora postova në Facebook dhe pastaj lajmi u përhap në çdo media. Mediat e shkruara fillimisht, po dhe televizionet. Unë kam falendëruar mediat me një mesazh sepse është mirë që ne të përhapim xheste të tilla, por është edhe pak për të mërzitur fakti që një rast që në botë mund të quhet shumë normal për njerëz të ndërgjegjshëm, në Shqipëri të bëjë një bujë kaq të madhe. Kjo do të thotë që ne jemi në një shenjë alarmi. Padyshim. Në Shqipëri që kemi probleme me ndërgjegjësimin dhe ne duhet të përpiqemi të gjithë që të ndërgjegjësojmë njëri tjetrin sadopak për të sjellë një cilësi në shoqërinë shqiptare. Padyshim, më shumë e drejtë. Megjithatë, çështja është ka një lloj empatie ndoshta mes disa të rinjve, pra që mendojnë edhe për tjetrin, si thua. Por problemi është e njohin të rinjt ligjin në Shqipëri, ti studion për drejtësi apo? Për drejtësi. E njohin ligjin se duke mos njohur ligjin s'ke se çfarë respekton.
Dhe ai është regulatori edhe i marrëdhënieve njerëzore. Patjetër, unë kam krijuar fondacionin e parë në Shqipëri për ndërgjegjësimin e njerëzve me ligjin. Dhe para disa kohësh kam bërë disa statistika nëpër shkollat shqiptare se sa e njohin të rinjtë shqiptar ligjin. Dhe gjatë gjithë statistikave doli që të rinjtë shqiptar 70% të tyre nuk kanë fare dieni për ligjin. Dhe kjo është një gjë për t'u alarmuar dhe është vërtet shqetësuese, sepse të njohësh ligjin është një nga parimet e vendit ku ti jeton. Dhe është tepër shqetësuese. Po pse nuk e njohin? Do vetëm portojnë, s'kan ku t'i lexojnë këto ligje, këto rregulla të komunitetit edhe të shtetit apo normalisht që kanë në botën virtuale njerëzit mund të lexojnë por kemi njerëz që akoma nuk janë bërë pjesë të botës virtuale. Ose më saktë nuk e kanë prioritet të hapin një website dhe të shikojnë ligjet se si janë. Është shumë e rëndësishme që në Shqipëri shteti të luajë një rol kyç në përhapjen e ligjit, në mirëkuptimin e ligjit. Domethënë, në të gjithë botën, në vendet perëndimore më shumë, ka fondacione shumë të mëdha që ndihmohen nga shteti për të reklamuar ligjet, të njohin njerëzit me ligjet. Sepse një njeri që nuk e di ligjin, ai nuk e ka frikë shtetin. Dhe do e mos kemi një shoqëri të çrregullt. Me këta të rinjt përgjithsisht e kanë mendjen të shijojnë moshën, edhe është krejt normale kjo gjë, se aq sa e kemi rinin duhet ta shijojmë padyshim. Normalisht. Por ti ke qenë pak ndryshe në kuptimin që ke dashur të jesh pjesë e disa politikave, jo e politikës, e disa politikave të tipit, ke marrë përsipër të organizosh të rinjt për shembull kundra mbetjeve që do të vinin nga Europa për të trajtuar në Shqipëri apo jo. Një protestë shumë e madhe disa viteve më parë. Në kohën e qeverisë Berisha në mos gaboj. Qeverisë Berisha donin që të sillnin në Shqipëri të gjithë plerët e Europës për t'i përpunuar këtu. Po ty çfarë të shtyn që të përfshihesh kaq shumë në... Faktikisht unë jam pak patriot, pak si shumë i tepruar. Dhe kam pasur mundësinë edhe të lëviz nga Shqipëria për studime ose për të jetuar jashtë, po kam zgjedhur Shqipërinë, sepse kam menduar që nëse ne të gjithë do ikim, atëherë kush do rri këtu dhe kush do ta bëjë Shqipërinë. Edhe gjithmonë jam përpjekur që të bëj diçka të mirë për vendin tim, sepse nuk ngelet kurrë ajo çfarë ke, por ngelet ajo çfarë bëre ti për vendin tënd. Kjo është dhe fetare. E qartë, sigurisht. Megjithatë, çfarë duhet bërë më shumë për t'i përfshirë të rinj dhe që ata të mos jenë të zhgënjur nga politika. Ne shohim pothuajse të njëjtat figura që dalin në politikë, bëjnë të njëjta deklarata nga ndonjëherë të papërgjegjshme, sot thonë kështu, nesër bëjnë të kundërtën në asaj që kanë thënë. Keni besim, ju të rinjt, ose të paktën ti dhe miqtë e tu të cilët janë bashkuar në disa thirrje të forta, në protesta? Rinia shqiptare që merret në politikë, unë mendoj se ka të mirat e veta dhe të këqijat e veta. Por gjithashtu mendoj se të merresh me politikë në një moshë shumë të re, jo të gjithë prej tyre do përfitojnë për të bërë diçka të mirë për partinë që supozohet të punojnë. Por kjo është qetësuese sepse këto të rinj duhet të merren me shkollën ndërkohë që harxojnë orët e tyre në politikë shqiptare. Por duke qenë kanë energji mjaftueshëm të rinj që të merren dhe me disa gjëra dhe të mos i pengojnë njëra për tjetrën. Por në Shqipëri, si ndryshe nga vendet e tjera, ne kemi një rini që merret shumë me politikën. Domethënë, jo vetëm rinia, por në Shqipëri të gjithë merren me politikën. Dhe të gjithë presin frytet e qeverisë ose frytet e partisë të cilët supozohet punojnë. Unë mendoj se do ishte akoma më e frytshme nëse ne do kishim individ të cilët do ishin perfekt në shkollën që bëjnë, perfekt në arsimin profesional që marrin. E qartë. Ndërkohë për të rikthyer pak tek rasti që si thua ishte edhe shkaku kryesor përse ne u takuam sot së bashku në këtë studio, pra tek rasti i përplasjes makinës dhe tek gjesti krejt i veçantë i zonjës apo zonjushës që zonjushës ju kishte lënë pra pikërisht numrin e saj të telefonit duke u kërkuar ndjesë dhe duke u treguar e gatshme për dëmshpërblim. Tani 18 herë ta kanë përplasur, 19 me gjithë këtë rastin. Çka do të thotë që probabiliteti ka qenë i lartë që edhe ti të kesh kryer në një lloj përplasje të tillë tek dikush tjetër apo jo? Jo, unë kam kryer një aksident të vogël, jo shumë të madh, por ka qenë me një shokun tim dhe nuk kam patur probleme. Më kanë drejtuar edhe një pyetje që nëse do ishe ti në vendin e vajzës. Se unë këto doja dilja. Çfarë do bëje? Unë besoj shumë te vetja dhe shpresoj që kur të ndihem në atë situatë bëj të njëjtën gjë siç bëri vajza. Por njeriu është qenie e çuditshme,
bota e brendshme e njeriut është labirint dhe shpresoj që kur të ndodhi të kem shumë forcë brenda vetes që të bëj atë gjest që bëri vajza. Prandaj gjesti është për t'u falendëruar sepse në një moment kur ti bën diçka dhe asnjëri nuk të sheh, përveç Zotit, ti mendon vjen shumë konfuz me veten çfarë të bëj. Kupton, dhe është ai momenti ku ti vendos me veten tënde se çfarë duhet të bësh. Prandaj gjesti është me vërtet për t'u falendëruar dhe për t'u përhapur. Absolutisht, dhe unë nuk e di o Xhasula pse kur gërvishtet për shumë makina, se tani në një trafik të rënduar, në një qytet me kaq shumë banor, me kaq shumë automjete, sigurisht edhe do gërvishte me një herë tek muri, një herë me makinën tjetër, dhe ky nuk është shkak që të zihemi. Dhe rastet në Shqipëri nuk shkojnë as deri tek zënkat, po shkojnë, ka patur edhe raste më ekstreme. Ka pas edhe raste që janë vrarë. Ku kanë vrarë personin tjetër sepse ka gërvishtur makinën super luksoze. Po makina është rregullohet. Jetës nuk e çfarë. Kam patur një rast tjetër, kam përmendur edhe një emision tjetër, një djalë që aksidentova, doli nga makina shumë i irrituar. Dhe i thash të presim policinë. Normalisht sipas rregulloret, nuk kam siguracion, ti ke siguracion. Dhe ai ishte shumë i irrituar, gati sa s'donte më mbyste në mes të rrugës. Pas erdhi policia, eksperti verifikoi që faji ishte atij. Dhe i thash, ishte rasti atij që duhet të paguante mua makinën. Dhe i thash, jeta jote dhe jeta ime është më e rëndësishme se sa makina jote dhe makina ime. Dhe i thash, vazhdo sepse nuk dua asgjë nga ti. Edhe ngeli i çuditur, duke më thënë që si ka mundësi që pas ka akoma njerëz që Më fal, çfarë juhet ata? Shqip, ishte Shqip. Shqip të tha? Shqip dhe tha. Se kanë dhe aksent? Po, kishte pak theks, po jam mësuar unë që i vogël me këta. E pra këtë thuaj. Jemi pak realist, ta tim nga na vinë gjërat. U çudit si e la shumë ti. Po e kuptova Xhasula, e mora mesazhin. Janë ta kështu që vinë nga zonat skandinave. Nëse përgjithsisht nuk duhet. Ato tashmë janë pjesë e Tiranës madhe dhe bashkë me ne do ta çojmë Shqipërinë përpara. Jo, duhet jemi më tolerant me njëri tjetrin vërtet, sepse këto janë gjëra që ndodhin, thash, incidente që ndodhin dhe nuk duket as burri që del tani nga makina si i fortë, se është kthyer në mentalitet kjo punë, që nuk duhet të ndalosh te semafori i kuq sepse ti je shumë i rëndësishëm për të ndaluar te semafori i kuq. Duhet të dalësh dhe të bëhesh agresiv kur të gërvishtin makinën, kur të çojnë të dashurën e kështu me radhë. Pra, edhe ju të rinj që keni shpresa të mëdha dhe jeni shumë europian sa brezat e mëparshëm, përballeni me bashkëfushatarët tuaj me një lloj mentaliteti kaq të prapambetur. Bled, unë mendoj se në Shqipëri shteti do të bëjë disa ndërhyrje. Një nga ndërhyrjet kryesore për rinin shqiptare ose për brezat që do vinë është që në një lëndë në gjimnaz të futen kodi rrugor. Disa parime kryesore të kodit rrugor. Sepse nesër pas nesër edhe sikur mos të jesh shofer do jesh këmbësor. Dhe këmbësori duhet di disa rregulla. Sepse ne jetojmë në një komunitet ku gjithë duhet dim se çfarë ndodh, duhet dim ligjin dhe duhet ta respektojmë ligjin sepse ligji është vetëm i kod që ne komunikojmë me njëri tjetrin pa e njohur, pa e parë dhe pa dëgjuar për të më parë. Prandaj mendoj se duhet një ndërhyrje në gjimnazet shqiptare për të futur një lëndë sadopak për t'i dhënë një njohuri të përgjithshme. Gjithashtu edhe një njohuri të përgjithshme të kodit penal, sidomos me kodin penal tani që disa gjëra që të lidhen me jetën e përditshme janë me vërtet shtrënguar shumë fort dhe rinia shqiptare duhet ta di, siç është ligji për drogën, ligji për aksidentet dhe ligji për alkoolin, janë disa ligje që njeriu duhet i ketë parasysh se nëse do dalësh në një natë në klub, mos shko me makinën tënde dhe dalësh i pirë, merr një taksi, shko dhe mos kesh probleme. Duhet i dinë dhe të respektojnë, nuk është puna thjesht sepse do përballen me policinë, do marrin një gjop, do hiqet patenta e gjitha këto, por sepse rrezikojnë jetën duke qenë të papërgjegjshëm. Unë mendoj se në fillim duhet i dinë, sepse nëse e dinë, edhe nëse shkojnë nesër pas nesër para drejtësisë shqiptare kanë qenë ndjenit plot për këtë gjest që po bëjnë. Dhe besoj nga 100% tyre 50% padyshim që do reflektojnë. Megjithatë Arber ka shumë të drejtë, sigurisht që duhet një lloj kurrikule shkollore e cila duhet të informojë të rinjt që në adoleshencë. Por rol kyç duhet ta theksojmë luan familja. Dhe nëse vjen nga një familje e mirë, nga një familje qytetarësh dhe të përgjegjshëm, sigurisht që këtë gjë do ta reflektojë edhe fëmia. Shoqëruar kjo dhe me rregullat e përgjithshme, pastaj edhe ligjet e përgjithshme të shoqërisë sonë. Gjatë 10 viteve të fundit në Shqipëri, rinia shqiptare nuk ka mësuar nëpër shkolla.
Dhe si pasojë kësaj ne kemi sot. Po pse të mësojnë kur e marrin diplomën gjithsesi? Për çfarë duhet të mësojnë? Po diploma sigur nuk ka lidhje nëse nuk mëson, diploma është për mendimin tim është kot. Po ky është problemi sepse shkojmë për të marrë një diplomë, jo për tu si thua për të zgjeruar horizontet e tyre, dijet e tyre, profesionin e tyre të ardhshëm. Sipas statistikave që bëra unë, rinia shqiptare nuk kishte fare idenë më të vogël që në armët e ftohta, siç mund të jenë sende të vogla, sot dënohen deri në 8 vjet burgim. Por për një të ri që është në moshën 18 vjeçare, 19 vjeçare, dhe të marrë një dënim jo më pak se 5 vite burg, unë mendoj se me këto kushte që kemi në sot, unë mendoj se është shkatërim total për të. Dhe mendoj se burgu nuk është rregullatori i jetës së një personi. Me vërtet mund të dënosh një person burg, por burgjet tona akoma nuk kanë fituar standardet që të jenë një rregullator për njerëzit të cilët shkojnë aty. Pra që jo thjesht të rinë të izoluar, por edhe të ketë një lloj procesi. Gjatë kohës që atje të jenë proces që mos të ngelen në vend, por atje të mësojnë, të punojnë dhe mos të humbin gjatë vite aty kot. E drejtë, shqetësim që kemi ngritur dhe ne me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, por ka një projekt ligj që pritet të miratohet me shumë gjasa dhe urojmë në shtator që i krijon mundësinë të burgosurve që dhe të punësohen. Dhe sigurisht që përveç të ardhurave, puna sjell një lloj disipline, një lloj vlere të marrëdhënieve njerëzore që do të reflektohet edhe më tej gjatë jetës së këtyre personave. Falenderoj shumë që ishe këtë mëngjes. Gjithashtu ju falenderoj. Edhe urojmë shumë që të kemi sa më shumë raste të këtilla ku njerëzit janë qytetarë të përgjegjshëm dhe mbi të gjitha janë njerëz pra. Edhe një përshëndetje shumë të fortë për këtë vajzë e cila nuk ka dashur të jetë publike, të bëhet publike, me gjithë dëshirën tonë për të përpjekur që të kontaktonim. E përshëndesim dhe falenderojmë për këtë gjë. Si thua, që ishte një e keqe që kishte dhe atë anën tjetër të medaljes, atë pjesën e mirë. Ishte e mqefët. Faleminderit, Arbër, dhe sukses e më tej.